Sinqerisht e kam ndjerë në krejt qenien teme detyrën e kryesuesit të KQK-s. Dhe njëkohësisht përgjegjësinë që ka ofru ose ka përcaktu kjo detyrë, duke konsideruar që asnjëherë nuk mund të jemi në nivel të misionit që kërkon kjo detyrë në administrimin e gjyqësorit. Prandaj ka qenë krejtësisht sfiduese. Ka qenë me shumë dinamika, problematika, por njëkohësisht edhe me shumë rezultate. Ka qenë një periudhë që po besoj për shkak të dinamikave që kemi pas, ka ecë mjaft shpejt, por njëkohësisht me shumë ngjyrë edhe në sistem, po edhe në personalitetin tonë që kemi administruar gjyqësorin këtë periudhë. Çuçi keni gjetë, çka keni premtu edhe çka keni arrit për këto 5 vite? Çu shpelani Këshillin Gjyqësor të Kosovës? Në fakt ne legitimuam prej gjyqtarëve dhe nuk është që bëhen ndonjë fushatë e jashtëzakonshme për këtë proces. Jam legitimuar nga Gjykata Supreme fillimisht për anëtar Këshillit, pastaj 2 herë nga Këshilli me vot unanime, diçka që sinqerisht shfrytëzoj rastin me falendëruar gjithë anëtarët e Këshillit për besimin që më kanë dhënë në dy mandate. Dhe ndoshta pyetja tani do të më shtruaj çka në fakt nuk ka ndryshuar në sistem gjyqësor në 5 vite, për shkak se është e thjeshtë, është e dukshme dhe është krejtësisht e matshme çdo ndryshim që ka ndodhur në sistem gjyqësor për 5 vite. Sot kam marrë për kuriozitet statistikat të dhënave që lidhen me administratën dhe gjyqtarët dhe për këto 4 vite gjysmë, respektivisht 5 vite, po themi, nëse morëm si tërësi, në sistem gjyqësor janë punësuar mbi 996 persona nga jashtë sistemit gjyqësor dhe kemi prapërsisht mbi 400 avancime, diçka që është prapërsisht gjysma e sistemit. Pra realisht i ka ndodhur sistemit një transformim rëndësor në burime. Është punuar jashtëzakonisht shumë në logjistikën e sistemit gjyqësor në gjykatave. Pra vetëm këto ditë pavarësisht gjithë përpjekjes që bën në smërime për uru objektin e gjykatës në Jop Mitrovica, që është një prej objekteve më moderne, është në proces objektin Viti, është objektin e Drenas, është përfunduar në Berda Gjakova, Fushë Kosova së te i re. Në fakt është themeluar gjykata komerciale, është themeluar gjykata administrative, është zgjidhur gjysma gjyqtarëve të ri të sistemit gjyqësor. Kemi punuar jashtëzakonisht shumë me teknologjinë, kemi mësuar bashkë me Asamblenë e Kryetarëve të Gjykatave dhe me partnerët, sepse është impakti i partnerëve në drejtësi është jashtëzakonshëm, kuptimi pozitiv. Në atë parë me planifikuar ç'është duhet, me zbatu ato që në fakt janë politika të sistemit dhe që në përmoshtë të rëndësi dhe procesi i monitorimit, pra kemi ndërtuar edhe këtë kapacitet. Po besoj që ka ndryshuar shumë gjyqësori, ka identitet shumë të fuqishëm sot, ka potencial të jashtëzakonshëm për me mbrojtë pavarësinë e sistemit gjyqësor, po e rrit vetvetiw nga brenda llogaridhënia që është po ashtu pjesë e pandashme e sistemit gjyqësor, dhe njëkohësisht këto zhvillime është bërë shumë transparent, krejtësisht është e ditë me kjo. Dhe e kam thënë edhe në takimin e fundit, në mënyrë simbolike ne kemi filluar mandatin Këshill me hapjen e mbledhjes KQK-s me transmetim live dhe kemi mbyllur me vendimin për muzeun, sepse këto 2 simbolika tregojnë që edhe po e bëjmë krejtësisht transparente punën që bëjmë, por njëkohësisht edhe po ndërtojmë memorien e institucioneve që është dhe të traditës në drejtësi që është po ashtu jashtëzakonshme. Gjyqësori jonë ka shumë potencial për me adresu tash çështjet që në fakt vazhdojnë të qenë në konsistencë sfida, që është efikasiteti, pavarësisht që do të thonë që ne e morëm me 61% efikasitet në nivel të gjykatave dhe po e dorëzojmë mandatin me 121%, respektivisht 108 nivel të gjykatave, që është 100% rrit niveli efikasitetit, dhe njëkohësisht është dyfishuar numri i lëndëve që është kryer pavarësisht shkallës efikasitetit, pra kemi edhe dyfishim të numrit të lëndëve të pranuar edhe të përfunduar, kemi pranuar standardet CPEZ që në kupton që gjyqësori jonë është krejtësisht i krahasuar dhe i matshëm me standardet ndërkombëtare. Kemi pas është të përmërëndësime përmën të atësaj periudhe kontribut thelësor dhe thamë krejtësisht në mënyrë publike në procesit e reformës edhe në themelimin e gjykatës administrative, krijimin e kodit procedurë civile, por njëkohësisht edhe në gjithë pakun e reformave. Pra, po besoj që
gjyqësori është transformuar në gjithë dimensionet e tij, por ajo që është thelbi i çështjes ka të bëjë me detyrën që individualisht secili me qenë krejtësisht i përkushtuar në misionin për drejtësi, sepse puna së cilit individualisht është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe me e kuptu që drejtësia është një maraton e gjatë, kërkan konsistencë në qëndrueshmërinë për rezultatet, kërkan koordinim të vazhdueshëm për ndërveprim të gjithë trupave të gjyqësorit, sepse organizata është mjaft komplekse si strukturë dhe kërkan absolutisht ndërveprim serioz për të realizuar në lëvizje të tërësishme progresin në gjykata dhe njëkohësisht e kërkan debatin për nivelin e llogaridhënies. Duhet me thonë edhe një fjali që është tepër me rëndësi, ka qenë e dukshme që KGK ka rrit nivelin e paraqitjes dhe në këto vite, edhe për shkak të kontekstit të rrethana të cilat ne kemi operu, por duhet me theksu njëkohësisht që ne kemi punu në mënyrë paralele që gjykatat me pas administrim të fuqishëm nga brenda. Pra e kam thonë edhe me një rast tjetër që sot një kryetar gjykate është shumë a shumë i ngarkuar me përgjegjësitë e administrimit të gjykatës dhe gjithë struktura e administrimit të gjykatës. Pra tani është ajo lëvizje graduale kur në një farë forme po formësohet dhe autonomia e gjykatave në administrim. Dhe kjo i bën që KGK duhet monitoroj politikat e saj të administrimit gjyqësor, ndërsa gjykatat janë direkt zbatuesi, që nënkupton që individualisht edhe kontrolli duhet vijë në radhë por nga gjykatat dhe jo domosdoshmërisht nga KGK-ja. Cilat konsideroni që kanë qenë sfidat më të mëdha të gjyqësorit gjatë kësaj periudhe sa ju keni qenë në krye të KGK-s? Po ja kam thonë në gjitha takimet, në fakt ajo që unë e kam kuptuar gjatë mandatit kryesuesit është që drejtësia në fakt është kauzë e fuqishme politikës në gjëra se i duhet cilës do pushtet, cilë do parti politike, gjithmonë drejtësia është një temë aktive për të. Dhe në këtë rast, me që koincidoj që në proces të reformës ne kishim perspektiva kuqat ndryshme me qeverinë. Kjo ka qenë sfida e parë dhe realisht ndoshta prej sfida ma permanente të mandatit tonë, për shkak se u ndërtu edhe narrativa që si më thënë, ekzekutivi dhe legislativi nuk kanë limite për të ndërtu politikë berjen mbi drejtësinë, diçka që ishte si koncept krejtësisht i gabum, për shkak se është konfirmuar posterën nga gjykata kushtetuese dhe nga Komisioni i Venecës. Dhe kjo, do të thënë, kjo narrativë krijoi një tension për një periudhë relativisht gjatë që në fakt në mënyrë kështu konsistente ka pengu pak punën e gjyqësorit, por njëkohësisht edhe të reformave në drejtësi, për shkak se rezultatet kanë qenë dukshëm më të vogla, për shkak se gjyqësori e ka pavarësinë, por e ka si kusht edhe ndërveprimin për zbatimin e politikave të gjyqësorit.